12 tetor është një shans i madh që ndryshimi i Republikës Kosovës me qeverisjen tonë të mirë të zbresë gjithandej komunave të Kosovës, e në veçanti është rëndësishme që kjo të ndodhë në Skivjanin, në Gjakovën tuaj e tonë të dashur. Sepse bashkëpunimi qeveri komun është domosdoshmëri jo vetëm për kushte më të mira, por edhe për shpresën e qytetarëve. 12 tetor është ditë e testit përfundimtar që Gjakova, por veçanërisht Skivjani, do ta kalojë suksesshëm për t'i dhënë goditjen përfundimtare, një qeverisje e cila qytetin e ka katandis në xhungull dhe fshatrat po i shndron në djerim, me subvencione e grante që jepen përmes lidhjeve miqësore e partijake, duke i privuar qytetarët nga e drejta elementare e barazisë. Duhet t'i japim fund një qeverisje e cila qeverisjen e konsideron më shumë si mundësi biznesi personal për pasurim, se sa si amanet popullor që qytetarët me i çu drejt zhvillimit edhe mirëqenies.